Si shumë herë kur ka reshje shiu, fshati Tërn i komunës së Ferizajt ka mbetur nën ujë nga reshjet e djeshme dhe të natës së mbrëmshme. Mëngjesin e sotëm një pjesë e shtëpive në hyrje të fshatit ishin të vërshuara nga uji, ndërsa edhe rruga që lidh fshatin Bablak me Tërnin ishte pothuajse pa qarkullueshme për veturat. Banorët e Tërnit thonë se nuk e mbajnë në mend që uji të ketë arritur deri në 1 metër. Kur nuk ka ndodhur në fshatin Tërn, ka qenë ka pak, po jo bashkë ashtu më blloku sot mësë mujtë mësë me kalu asë. Inshallah Zoti na ndihmon e nuk ka të smut, se është mjerim. Deti, komuna ka me la këshyën e na mira, jo, a ka hi ujë që shdohet, se kura vakti verës, ose votav, që ato pulat mas kalamoqit s'kryen. Masa ne mos një të shenot, kjo është hajgore e tyne. Nga problemet e shkaktuara me vërshimet në fshatin Tërn, u angazhua dhe policia lokale me disa patrullime dhe orientim të shoferve në për rrugë alternative, pasi që niveli ujit në një pjesë të fshatit Tërn është shumë i rritur dhe veturat mund të dëmtohen. Njësitet patrulluese reaguese në vend në ngjarjes, kemi filluar mbylljen e trafikut në hyrje të Tërnit, po ashtu edhe në ndalje të Tërnit, dhe kemi bën ndaljen e trafikut. Kryetari i komunës së Ferizajt, Muharrem Sfarqa, e pranon se gjendja është e jashtëzakonshme. Tha se angazhimet e komunës do të jenë të vazhdueshme për evakuim të banorëve si dhe për ofrim të ujit e ushqimit të nevojshëm. Fatkeq për rreshjeve sistematike dhe të pandërprera, ne po kemi një gjendje të përkeqësuar në vazhdimsi, e cila ka rrezikuar tash edhe qarkullimin e automjeteve dhe të njerëzve në këtë pjesë. Verën që po hym, do të merremi me rrethimin e fshatit nga një mburoj e dheut në mënyrë që të mos ka asnjë mundësi që uji s'paku me depërtu në fshat. Vërshimet pas çdo të reshur e shiu dhe pasojat evidente janë të lashe me të cilat ballafaqohen vite me radhë banorët e fshatit Tërn të Ferizajt.